Jam i gëzum që po vdesi pa faj, ma mirë se fajtor. I fali gjithë ata që më kanë ba keq, e që do të më qëllojnë për vdekje. Rënoft Krishtimret, rënoft Shqipnia. Këto ishin fjalë të fundit të atë Daniel Dajanit, jezuitit të but e fisnik, i cili lini në Zadrimen katolike, ku mori dhe një edukim të krishten. Rinin e formimin e vetë, e kaloi mes Milanus, Torinos, Firenzes, e mrapa edhe Venecias, për të ardhur në Shkodër në kolegjin e jezuitëve, si profesor i latinishtes, greqishtes vjetër dhe matematikës. U dallu gjatë tërë jetës vetë për urtësinë e butësinë e tij. Kur komunizmi po trokiste në Prag, u emnu rektor i seminarit ndërdiocezan shqiptar në një kohë turbullinash e martirizimesh. U arrestu me akuzën falso të përfshirjes në organizatën e Bashkimit Shqiptar. U torturu ashpër nga Fadil Kapizyzi, i cili donte ta bante të pranonte vetdijen për këtë organizat. Refuzoi haptas, edhe pse e dinte se ky refuzim do ta çonte drejt përshkatimit. Gjatë gjyqit që u majt në kineman atëhershme Rozafat, përballë furisë së dyndun të komunistave, të cilët i kishin vënë synin shkatrimit të kishës katolike në vendin tonë, ai u përgjigj me qetësi, i argumentum, duke nxjerrë jashtëloje të gjitha pretendimet e partisë në pushtet, e cila e akuzonte atë për bashkëpunëtor të fashistave e për spion të Vatikanit. Vdiq fisnik, ashtu siç u rrit, ashtu siç e mësoi kisha e siç edukoi Zadrima katolike.